Intervistë me një xhind musliman, sipas librit të Muhamet Isa Davud. Nëse beson në ekzistencën e formave dhe dimensioneve të tjera përveç realitetit të dukshëm që sheh, atëherë mund të qëndrosh në këtë video. Një nga intervistat më të famshme me një xhind vjen nga shkrimtari egjiptian Muhamet Isa Davud, i dëshmuar nga Sheikh Kishk në Egjipt. Ai pretendon se ka biseduar me një xhind musliman. Ai e ka dokumentuar këtë në librin e tij Intervistë me një xhind, që u bë shumë i diskutuar në botën islame dhe jashtë saj. Ky libër është i disponueshëm në indonezisht dhe arabisht. Në këtë libër, autori pretendon se përmes metodave mistike dhe fetare ka arritur të komunikojë me një xhind i cili është musliman dhe i ka dhënë atij informacione të pazakonta për botën e xhindëve, natyrën e tyre dhe marrëdhëniet që kanë ato me njerëzit. Më poshtë do të shpjegoj disa nga pikat më kryesore të kësaj interviste të pretenduar. Si filloi kontakti me xhindin? Muhamet Isa Davud pohon se ai nuk e kërkoi me qëllim këtë intervistë, por xhindi i erdhi në një mënyrë mistike për të folur me të. Autori e përshkruan xhindin si një qenie që nuk ishte domosdoshmërisht e dukshme në formë njerëzore, por që komunikonte telepatikisht ose nëpërmjet zërave të brendshëm. Sipas tij, ky xhind ishte një krijesë e devotshme që kishte pranuar Islamin dhe nuk ishte një xhind i keq apo mashtrues si shumë të tjerë. Xhindi pranoi të tregonte disa sekrete për botën e tij, por me kusht që autori të mos përpiqej ta përdorte këtë informacion për qëllime të këqija. Çfarë të tha xhindi për botën e tij? Xhindi tregoi se bota e xhindëve ekziston paralelisht me botën tonë njerëzore, por ato jetojnë në një dimension të ndryshëm. Ai shpjegoi disa pika kryesore. Xhindët kanë shoqëri të organizuara, ato kanë mbretër, qeveri dhe sisteme të ndryshme që ndryshojnë nga një grup xhindësh tek tjetri. Disa janë paqësorë, ndërsa të tjerët janë armiqësorë. Ato kanë fe të ndryshme, njësoj si njerëzit në tokë, disa xhind janë musliman, të tjerë të krishterë, hebrej ose politeist. Po ashtu ka dhe shumë xhind që janë të pabesë dhe të lik, të njohur si shejtan. Ato kanë një gjatësi të madhe, ndryshe nga njerëzit, xhindët mund të jetojnë me qindra apo mijëra vjet. Kur gazetari e pyeti xhindin në intervistë se sa vjeç je, fillimisht ai hezitoi të përgjigje, më pas tha jam 250 vjet, që i bie sa një 17 vjeçar i racës tuaj. Gjithashtu numri i tyre është i pafund, shumë herë më i madh se i njerëzve në tokë, pasi ato mund të gjenden në ajër, në ujë, në tokë, kudo. Ato mund të transformohen, mund të marrin forma të ndryshme, përfshirë ato të kafshëve si gjarpëri, qen, mace, ndonjëherë dhe njerëz. Jetojnë në vende të veçanta. Xhindët preferojnë të jetojnë në vende të izoluara, si shkretëtira, male, shpella, madje edhe në shtëpi të braktisura. Kokat e tyre janë të mëdha krahasuar me madhësinë e trupave të tyre. Gratë kanë flokë të gjata, ndërsa burrat në përgjithësi janë pa flokë. Shtatzania e tyre ka një tjetër periudhë krahasuar me racën njerëzore. Kur ai e pyeti se kush janë më të bukur, xhindët apo njerëzit, ai u përgjigj: ju djema mendoni për ne xhindët si popull në formë të tmerrshme, por bukuria e xhindëve është më e madhe se e njerëzve. Përveç shejtanëve, xhindët e këqij që kanë brirë dhe janë të tmerrshëm. A mund të ndikojnë xhindët tek njerëzit? Xhindi i shpjegoi autorit se ndikimi i xhindëve tek njerëzit ndodh në mënyra të ndryshme. Përmes ëndrave, disa njerëz mund të kenë ëndra të çuditshme ose shohin vizione për shkak të ndikimit të një xhindi. Përmes posedimit, në raste të rralla, një xhind mund të futet në trupin e një njeriu dhe të kontrollojë veprimet e tij, veçanërisht nëse personi është shpirtërisht i dobët. Përmes magjisë, sihr, disa magjistarë përdorin xhindët për të bërë magji të zezë kundër njerëzve. Kjo është një praktikë ndaluar në Islam, por ka ekzistuar prej mijëra vjetësh. Përmes tundimeve dhe vesit, xhindët e këqij, shejtanët shpesh përpiqen të çojnë njerëzit në rrugë të gabuar, duke i joshur me gjëra të tilla si alkooli, kumari dhe mëkatet e tjera.
A ka gjindë të mirë dhe të këqij? Po, gjindi i tha autorit se jo të gjithë gjindët janë të këqij. Disa janë besimtar të devotshëm, disa janë të këqij dhe të pabindur dhe rebel. Ndaj është e rrezikshme për njerëzit që të kërkojnë kontakt me ta. Ai gjithashtu paralajmëroi se njerëzit nuk duhet të përpiqen të therrasin gjindët për asnjë arsye, pasi nuk mund ta dinë nëse po kontaktojnë me një xhind të mirë apo të keq. Çfarë ndodh kur një xhind dashurohet me një njeri? Një nga temat më interesante të intervistës ishte ideja e një xhindi që dashurohet me një njeri. Xhindi tha se kjo ndodh më shpesh se sa njerëzit mund ta imagjinojnë. Në disa raste xhindët mund të përpiqen të lidhen shpirtërisht ose fizikisht me njerëzit që ata pëlqejnë. Disa njerëz kanë përjetuar fenomene të çuditshme si ndjenja e prekjes së padukshme, ëndra të pazakonta ose ndjenja sikur dikush i ndjek përgjithmonë. Kjo është e rrezikshme pasi mund të shkaktojë probleme psikologjike dhe shpirtërore. A mund të kthehen xhindët kundër magjistarëve që i përdorin? Po. Xhindi i tha autorit se shpesh magjistarët që përdorin xhindët për magji të zezë përfundojnë të shkatërruar nga vetë xhindët që i ndihmuan. Xhindët nuk u bindën kurrë njerëzve pa një çmim. Ato mund të tradhtojnë magjistarin ose ta bëjnë skllav të tyre më në fund. Disa magjistarë kanë humbur mendjen ose janë vrarë nga xhindët që kanë thirrur. Kjo është arsye pse magjia e zezë është e rrezikshme dhe e ndaluar në shumë fe në mbar botën. Xhindi jep disa këshilla që njerëzit duhet të mbrohen nga xhindët e këqij. Mos u drejto kurrë xhindëve për ndihmë. Lutu vetëm tek fjalët e shenjta, mos u afro tek magjia pasi ajo të shkatërron, mos fli në vende të braktisura ose të pista pasi janë të mbushura me xhind, mos e shqetëso botën e tyre dhe ato nuk do të shqetësojnë tënden. Historia tjetër që doja të ndaja është e lidhur me intervistën me një xhind nga një studiuse e njohur e paranormalit, Rosemarie Ellen Guiley. Ajo është një eksperte e njohur në fushën e intervistave me krijesa të jashtme dhe të panjohura, përfshirë xhindet. Ajo ka shkruar disa libra të famshëm rreth tyre. Rosemarie ka hulumtuar për shumë vite për botën e xhindëve dhe entiteteve të tjera, duke përpjekur të kuptojë natyrën e këtyre krijesave dhe ndikimin e tyre në jetën e njerëzve. Si filloi interesi juaj për xhindet dhe krijesat paranormale? Rosemarie Ellen shpjegon se interesi i saj për botën e xhindëve dhe për fenomenet paranormale nisi që në fëmijërinë e saj, ku ajo pati disa përvoja të çuditshme dhe ëndra që lidhen me entitete që nuk mund të shpjegoheshin lehtë. Ajo filloi të studiojë këto fenomene dhe të shkruante artikuj për të përpjekur të kuptonte natyrën e krijesave që janë përtej botës së dukshme. Ajo thotë se xhindët për të janë ndër më të mirëstershmit, sepse janë qenie që ekzistojnë në një dimension të ndryshëm, por kanë aftësinë të ndikojnë në jetën tonë. A mund të komunikoni me xhindët dhe si është e mundur kjo? Kësaj pyetje ajo ju përgjigj. Sipas përvojës time dhe të atyre që ka investuar, xhindët mund të komunikojnë nëpërmjet mënyrave të ndryshme, përfshirë telepati, vizione dhe ëndra. Ajo thekson se xhindët nuk janë gjithmonë të dukshëm dhe shpesh ata mund të kontaktojnë me një individ vetëm nëse personi është në gjendje të caktuar shpirtërore ose ka një lidhje të hapur me botën paranormale. Sipas saj, një nga mënyrat më të zakonshme për të komunikuar me xhindët është shkrimi i mediumit, një metodë ku individi është në gjendje të relaksuar dhe është i hapur ndaj energjive paranormale, duke lejuar xhindin të shkruajë përmes duarve të tij. Cilat janë disa nga përvojat më të çuditshme që keni hasur lidhur me xhindët? Rosemarie përmend disa raste ku individët që kishin pasur kontakte të drejtpërdrejta me xhindët ishin përballur me fenomene të pazakonta, si ndjenja e peshës në trup, lëvizja e objekteve pa prekur dhe dëgjimi i zërave të padukshëm. Ajo tregon një histori të një gruaje që pasi kishte vizituar një vend të njohur për aktivitetin e xhindëve, filloi të përjetonte dëgjime të vazhdueshme të zërit të një xhindi që e paralajmëronte për një ngjarje të afërt që do të ndodhte.
Ajo gjithashtu ka dokumentuar ndjenja të shtrëngimit, ku njerëzit kanë thënë se ndjehen sikur dikush po i kap ato në mënyrë fizike, ndonse nuk ka asnjë person afër. Këto janë simptoma që sipas saj mund të lidhen me ndikimin e xhindëve ose mund të jenë të lidhur me individin, për shkak të veprimeve të tij të mëparshme ose për shkak të ndonjë praktike të padëshiruar që ka kryer dikush në jetën e tij. Çfarë mund të bëjmë për të mbrojtur veten nga xhindët dhe energjitë negative? Rosemary thekson se mbrojtja nga xhindët dhe krijesat e tjera paranormale mund të bëhet përmes praktikave shpirtërore dhe ritualeve mbrojtëse. Disa nga këto përfshin duke lexuar lutje. Në shumë kultura, përmendja e fjalëve të shenjta dhe lutjeve përmban një fuqi mbrojtëse. Përdorimi i ritualeve fetare është një mjet i fuqishëm për të larguar energjitë negative. Ajo sugjeron edhe simbole të tilla si kryqi i Krishtit ose Hamsa për të ruajtur veten nga ndikimi i xhindëve të këqij. Drejtimi i energjisë pozitive, sigurimi i një gjendje shpirtërore të balancuar dhe mbajtja e mendimeve pozitive gjithashtu ndihmon në mbrojtjen nga ndikimet e jashtme. A mendoni se xhindët mund të ndihmojnë njerëzit në raste të caktuara? Rosemary e pranon se disa xhind, të cilët janë të mirë dhe të devotshëm, mund të ndihmojnë njerëzit në raste të veçanta, veçanërisht kur bëhet fjalë për mbështetje shpirtërore. Sidoqoftë, ajo është shumë e kujdesshme që të mos nxjisë kontaktin me xhindët, pasi mund të ketë pasoja të paparashikueshme. Ajo gjithashtu paralajmëron se shumë individ mund të shfrytëzojnë xhindët për qëllime të këqija, si pasuri dhe pushtet, dhe kjo mund të shkaktojë pasoja shkatërruese. Përfundimi, Rosemary Ellen Gilly është një nga autorët dhe studiuesit më të njohura të fenomenit të xhindëve dhe botës paranormale. Pavarësisht se shumë njerëz janë skeptik, ajo ofron një perspektivë të thellë dhe të pasur përmes librave dhe intervistave të saj. Ajo ofron një kuptim më të thellë të natyrës dhe ndjeshmërisë të këtyre krijesave misterioze. Gjithashtu ajo na kujton rëndësinë se duke mbajtur një qëndrim të kujdesshëm dhe të respektueshëm ndaj botës paranormale, të praktikojmë besimet tona shpirtërore për të mbrojtur nga ndikimet e jashtme. Një rast tjetër i njohur që lidhet me xhindët është fshati Al-Bari i Irak, i cili ka tërhequr shumë vëmendje gjatë viteve të fundit. Ky është një rast që lidhet me disa ngjarje misterioze dhe ndërveprime me xhindët, të cilat janë regjistruar nga autoritetet lokale dhe hulumtuesit e fenomeneve paranormale. Historia është përhapur përmes mediave të ndryshme dhe është bërë objekt i diskutimeve të shumta. Vendodhja. Al-Bari është një fshat i vogël i cili ndodhet në jug të Bagdadit, Irak. Ky fshat është shumë i njohur për historinë e tij të pasur dhe për ngjarjet që kanë ndodhur aty, të cilat shpesh lidhen me aktivitete paranormale. Fshati ka qenë gjithashtu një vend ku shumë njerëz kanë dëshmuar ngjarje të pazakonta që lidhen me xhindët. Historia e posedimit dhe aktiviteti paranormal në Al-Bari. Në vitin 2012, një grup i madh i banorëve të fshatit Al-Bari u përballën me një fenomen të pazakontë. Një grua e njohur në fshat, e cila njihej si një grua e zakonshme dhe pa ndonjë histori të pazakontë, filloi të sillet në mënyrë të çuditshme dhe të padurueshme. Ajo shpesh filloi të fliste fjalë të paqarta, të lëvizte objekte të rënda pa i prekur dhe të tregonte aftësi të pazakonta që i kalonin kufijtë e mundësive të njohura për një njerëz. Banorët e fshatit ishin të rrënditur nga kjo ngjarje, sepse gruaja ishte një individ i njohur dhe i respektuar dhe nuk kishte asnjë arsye për t'u sjellë në atë mënyrë të pazakontë. Ato nisën të dyshonin se ajo mund të ishte poseduar nga një xhind dhe kërkuan ndihmë nga një hoxh dhe ekspert i njohur në këtë fushë, i cili merrte përgjegjësinë për të kryer rituale dhe lutje që shpesh përdoren për të larguar xhindët. Intervista me xhindin. Pas disa ritualeve dhe përpjekjeve për të larguar xhindin, hoxha dhe disa hulumtues të fushës filluan të zhvillonin një intervistë me entitetin që kishte marrë kontrollin e trupit të gruas. Xhindi, i cili shpjegoi se quhej Qamar, u shfaq përmes trupit të gruas dhe filloi të fliste me një zë të ndryshuar dhe të pazakontë. Në këtë intervistë, Qamar shpjegoi se ai nuk ishte një xhind i keq, por kishte ardhur nga një botë tjetër që ndodhet në një dimension i ndryshëm nga yni.
Ai tregoi se ai dhe xhindët e tjerë kanë mundësi të kalojnë në botën e njerëzve kur ndodhen disa ngjarje të veçanta shpirtërore, si për shembull momentet e tensioneve emocionale dhe shpirtërore që krijojnë mundësinë për kontaktin e drejtë për drejtë. Çfarë tha xhindi qamar dhe arsyet e ardhjes së tij? Ai theksoi se ai dhe xhindët e tjerë nuk janë një specie e dëmshme, por janë pjesë e një qëllimi për t'u lidhur me botën njerëzore. Ata nuk janë gjithmonë të pranishëm për të bërë dëm, por shpesh mund të komunikojnë me njerëzit për të ndihmuar dhe të kuptojnë ata më shumë për jetën shpirtërore dhe për të ofruar udhëzime. Për sa i përket rastit të gruas, ai tha se ajo ishte shumë e dobët shpirtërisht dhe kishte kaluar një periudhë të gjatë stresi emocional, i cili e bëri atë të dobët dhe të ekspozuar ndaj ndikimeve të jashtme. Xhindi shtoi se ai kishte pasur lidhje të thella shpirtërore me këtë individ dhe se ishte në gjendje të komunikonte me të përmes botës shpirtërore. Çfarë ka ndodhur me gruan pas intervistës me xhindin? Pas disa muajsh, mundimesh dhe ritualesh të shumta shpirtërore, gruaja e cila ishte poseduar nga xhindi u shpall se ishte liruar nga ndikimi i tij. Sidoqoftë, ajo vazhdoi të ndjejë një ndryshim të madh në jetën e saj shpirtërore dhe filloi të zhvillonte aftësi të reja për të komunikuar me botën shpirtërore. Ajo tha se pas kësaj përvoje, ajo kishte një kuptim të thellë për realitetin shpirtëror dhe mundësinë e ndërveprimit të botëve të ndryshme. Shumë banorë të fshatit e konsideruan këtë si ngjarje mbretërelëse dhe shpesh u përmend si një ngjarje që ndryshoi jetën e tyre dhe e bëri atë më të hapur për fenomenet paranormale. Pse ky rast është kaq i rëndësishëm? Ky rast i xhinjve në Al-Bari ka ngjallur shumë diskutime për natyrën e botës shpirtërore dhe mundësinë që shumë ngjarje të dukshme si posesion, dëgjimi i zërave dhe ndikimi i energjive të jashtme mund të jenë të lidhura me një dimension tjetër të jetës. Historitë si kjo vërtetojnë se ndodhjet paranormale janë të pranishme edhe në botën moderne, dhe ato mund të jenë një pjesë integrale e kuptimit të thellë të jetës dhe ekzistencës. Rasti i xhinjve në Al-Bari është një nga shumë historitë që tregon për ndërveprimin midis botës së njerëzit dhe një bote të padukshme shpirtërore. Pavarësisht se shumica e njerëzve mund të dyshojnë për këtë ngjarje, ato janë një kujtesë që ka shumë për të mësuar dhe eksploruar për sa i përket lidhjes që mund të kemi me dimensione të tjera të botës. Të gjitha këto ngjarje dhe historitë që shoqërojnë ato na shtyn të reflektojmë mbi natyrën e shpirtit dhe mundësinë e ekzistencës së realiteteve të tjera që ndodhen përtej perceptimit tonë të zakonshëm. Historia tjetër është një rast i njohur që lidhet me një xhind në Damask, Siri. Ky rast është i bërë i famshëm në botën arabe dhe ka ngjallur shumë diskutime për natyrën dhe mundësinë e kontaktit me xhindët. Kjo intervistë është pretenduar me një xhind është shpërndarë në disa media dhe është përmendur shumë në internet. Intervista me një xhind posedues në Damask, Siri. Ky rast ka të bëjë me një grua që dyshohet se është poseduar nga një xhind dhe të gjithë zhvillimet janë dokumentuar në një intervistë me gazetarin dhe hullumtuesin sirian, i cili ka marrë informacion dhe dëshmi nga vetë xhindi që është i pranishëm në trupin e gruas. Ky rast ka tërhequr shumë vëmendje për shkak të natyrës së tij të jashtëzakonshme dhe për përshkrimet që bëhen mbi xhindin dhe ndodhitë që kanë ndodhur gjatë intervistës. Si ndodhi posedimi? Sipas dëshmisë së gruas që ishte prekur, ajo filloi të ndjente simptoma të çuditshme dhe shqetësuese, si dëgjim të zërave të padukshëm, shfaqje të fuqive të papritura dhe ndjenja të një pranie të huaj në trupin e saj. Në fillim ajo nuk e kuptoi se çfarë po ndodhte, por pas disa vizitash tek mjekët dhe specialistët, ajo u diagnostikua me një sjellje të çuditshme që nuk mund të shpjegohej. Ajo kishte filluar të fliste me një zë që nuk ishte i saj dhe të tregonte ngjarje të panjohura për të, duke shpjeguar përvoja që asnjë njerëz i zakonshëm nuk mund t'i kishte përjetuar. Komunikimi me xhindin. Pasi kishte kaluar një periudhë të gjatë pa mundur të gjente shpjegim për ngjarjet që po ndodhin, një hullumtues dhe gazetar sirian vendosi të ndërhynte dhe të zhvillonte një intervistë me xhindin që ishte në trupin e gruas.
Përmes metodave të përshtatura të komunikimit, si përdorimi i ritualeve tradicionaleve dhe lutjeve të shenjta, Xhindi pranoi të fliste. Në këtë intervistë, ai filloi të përshkruante botën e tij dhe natyrën e xhindeve. Çfarë tha Xhindi? Origjina dhe kultura e xhindeve. Xhindi shpjegoi se ai dhe krijesat e tjera të ngjashme të janë pjesë e një bote tjetër, një dimension që është paralel me tonin, por i padukshëm për shumicën e njerëzve. Ata kanë një shoqëri të zhvilluar me rregulla dhe hierarki dhe mund të udhtojnë përmes botëve duke përdorur fuqi të jashtëzakonshme. Qëllimi i posedimit. Kur u pyet pse e kishte zgjedhur këtë grua për të poseduar, Xhindi tha se kjo kishte ndodhur për shkak të një problemi të paqartë shpirtëror dhe një lidhje që kishte krijuar ndërmjet tij dhe individëve që nuk janë të lidhur fort me besimin dhe praktikën shpirtërore. Ai tha se xhindet shpesh kërkojnë një çast të mundshëm për të futur në trupat e njerëzve, dhe kjo mund të ndodhë përmes një përvoje të ndryshuar shpirtërore, si një traumë ose një periudhë e dobësuar shpirtërisht. Xhindet dhe botët paralele. Sipas Xhindit, njerëzit e xhindet kanë një lidhje më të fortë nga sa mendohet zakonisht, sepse ata jetojnë në përputhje me njëri tjetrin, por ndodhen në realitete të ndryshme. Ai shpjegoi se njerëzit shpesh i kanë munguar njohurit për këtë botë dhe si pasojë ndodhin incidente të tilla, si posedimi kur individët nuk janë të fortë shpirtërisht ose kanë kaluar momente të vështira që i bëjnë të prekshëm ndaj ndikimeve të jashtme. Cilat janë përvojat dhe ndikimet që ka përjetuar gruaja? Gruaja dhe familja e saj treguan se ajo kishte kaluar momente të troditjes dhe dhimbjeve të forta gjatë periudhës së posedimit, ku ajo shpesh fillon të shfaqte aftësi dhe fuqi që nuk i kishte pasur më parë, si forcë e papritur dhe ndryshim sjellje. Disa nga simptomat përfshinin lëvizjen e objekteve në dhomë dhe dëgjimin e zërave të paidentifikueshëm. Një nga ngjarjet më të zakonshme ishte kur gruaja filloi të komunikonte me të pranishmin në një gjuhë që nuk e njihte, që sipas Xhindit ishte një gjuhë të cilën ai e përdorte në botën e tij. Kjo shtoi dyshimet dhe habinë e tyre për atë që panë. Pse ndodhin këto ngjarje? Sipas Xhindit, xhindet nuk janë domosdoshmërisht të keq, por shumë prej tyre mund të jenë të ndershëm dhe paqësor, por siç u shpjegua, ato mund të bëjnë ndikime të padukshme tek njerëzit. Dhe kjo është ajo që shpesh i çon individët në një gjendje të çuditshme dhe ndodhi të pabesueshme. Shumë xhind janë të këqij, ato janë të aftë të ndihmojnë të realizohen magjitë e zeza dhe praktikat e dëmshme, duke përdorur individ të pafajshëm për qëllimet e tyre. Çfarë mund të bëjnë njerëzit për të mbrojtur nga xhindet? Xhindi i rastit të Damaskut, njësoj si xhindet e rasteve të tjera, ofrojnë të njëjtat këshilla. Ruajtje e lidhjes shpirtërore. Përdorimi i lutjeve dhe ritualeve shpirtërore të rregulltave mund të krijojë një mbrojtje të fuqishme kundër ndikimeve negative të xhindeve. Mendimet dhe energjitë pozitive. Xhindet janë më të mundshëm të ndikojnë tek ata që janë të dobët emocionalisht dhe shpirtërisht, kështu që ruajtja e një gjendje të shëndetshme shpirtërore është tepër e rëndësishme. Përjashtimi i praktikave të dëmshme. Praktikat e lidhura me magjinë e zezë dhe kontaktet me botën e paqartë shpirtërore mund të çojnë në ndikime të padëshiruara. Xhindi këshilloi që njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin këto praktika. Ky rast i njohur nga Siria, ku një gazetar zhvilloi një intervistë drejt për drejt me një xhind të poseduar në trupin e një gruaje, ka ngjallur mjaft diskutime. Historia tregon se xhindet mund të kenë një ndikim të rëndësishëm dhe të shumëfisht në jetën e njerëzve, veçanërisht në ato raste kur individët janë të hapur ose të dobët shpirtërisht. Kjo është një histori që ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve dhe vazhdon të mbetet një nga rastet më misterioze në fushën e fenomeneve paranormale. Në fund të kësaj video, do të dëshiroja të bëja disa pyetje. A besoni në ekzistencën e xhindeve? A keni dëgjuar ndonjë histori të frikshme për ta? Si mendoni? A jetojnë ato midis nesh, duke qenë të padukshëm? A keni përjetuar ju ose miqtë tuaj ndonjë ndodhi misterioze që s'mund ta shpjegoni? Dhe e fundit, nëse do të mund të fliçni me një xhind, çfarë do t'i kërkonit? Jam shumë kurioze të di mendimin tuaj. Shkruani në komente. Do të luteshim ta bëni share këtë video në mënyrë
që të mësojmë sa më shumë rreth gjërave misterioze të kësaj bote. Faleminderit për kohën tuaj. Shihemi në video të tjera.